Elton, të përshëndes, kemi të reja nga hetimi i policisë Vlorës e takon kësaj ngjarje të rëndë? Të paktën deri në këto moment, çfarë kemi thënë gjatë ditës së dieshme dhe gjatë ditës së të konfirmojnë që deri në këto momente nga policia e Vlorës mbetet ajo e vrasjes. Pra, që ish efektivi i policisë Artion Xhelo nga ura vajgurore dhe ish punonjës në drejtorinë vendore të policisë tike dhe në fetës pikërisht duke djegur në automjetin e tij. Nga ato se çfarë ka policia deri në këto momente, dyshohet se 27 vjeçari të ketë hyrë mjet në menjëherë sapo ka vendosur të katur me benzinat dhe më pasi ka dhënë fund jetës në këtë mënyrë, ndërsa menjëherë policia ka nisur hetimet, të cilat janë duke vijuar, por e riteksoj edhe një tjetër që pista kryesore vijon të mbetet ajo e vetvrasjes, kjo edhe për faktin që prej 3 vitesh Artion Xhelo vuante edhe nga depresioni, kjo e konfirmuar edhe nga familjarët e tij. Pikërisht ajo edhe në këto momente edhe pse pritet ende ADN-ja për trupin e Pajet, është deklarata e marrë nga familjar të ish efektivit të policisë, i cili ka dalë ditën e ditës 11 sa pa treguar dhe ti, ndërsa duket se ka zgjedhur pikërisht zonën e Llogëdhën edhe fundjetës. Automjeti menjëherë pas ekspertizës të kryer, pasi dhe targat ishin thuajse të shkëmbuara plotësisht, është bërë mundur që të identifikohet mjeti tip BMW dhe i rezultonte pikërisht në pronësi të shtetarit Artion Xhelo, që sipas policisë çoi edhe në faktin që këta të fundit këtë konfirmojnë që bëhet fjalë pikërisht për shtetasin në fjalë, megjithatë të rezervuar shumë nga policia e Vlorës, pasi do të presi padyshim edhe ekspertizën zyrtare për trupin e Pajet të 27 vjeçarit. Ka patur edhe kamera sigurie të siguruara pamje nga këto të fundit në hyrje të parkut kombëtar të Llogaras, aty ku është parë mjeti që lëvizte dhe brenda tij ka qenë vetëm personi në fjalë, pra vetëm një person. Çka sipas tyre deri në këtë moment konfirmon edhe një herë tjetër pistën që kemi thënë pak më parë për atë vetvrasjes së 27 vjeçarit. E qartë. Mirë, Elton, unë falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë.